agjërimet në vazhdim janë bërë në bashkëpunim me zyrtarët e policisë së Kosovës. Personat e paraqitur në këtë pamje janë plotësisht të pafajshëm, përderisa të dëshmohet e kundërta me vendim të plotfuqishëm të organeve të drejtësisë. Patrolla jone përbërë prej 3 zyrtar policor, jenë drejtim të rastit në lagjën Arbona, ku një person i cili ka fletërshtim, kem informata se njëjti gjendet në një shtëpi. Kështu që ne po shkojmë në drejtim në vend ngjarjes dhe ta verifikojmë personin. Personi në fjalë është një person me të kaluar kriminale dhe nuk i përgjigjet organet drejtësisë. Kështu që gjykata ka lëshuar fletërshtimin për këtë person. Hajde vazhdoni në vrap. Në cilën? Që këtë dera në mojka. Në vëpëmi. Mirë Roma. Përna duhet. A kemi shpi? Hajde vazhdoni mërë në shpi. Shpejt. Cilën? Mrap! Edhe një ma mrap, aje. Rëj ma që dritë. Rëq të se s'më në tina. Bravo, ma është dhe. Mirë është. Hape derën! Hape derën, be. Kryje, hajde. Mirë në shko. Rregull është personin e dyshim të kemi në kontroll dhe jemi të e shoqur në drejtim stacionit. Vazhdojmë. Sot me datën 2 dhjetor 2015, rreth orës 17 kemi shku në Bastisi në lagjën Arbona, ku kemi pas informata se personi i dyshim me fletërshtim nga ana e gjykatës gjendet në shtëpinë e tij. Aty kemi shkuar 3 patrolla policore, ku kemi bërë arrestimin e dyshimtit. Më pastaj dyshuarin e kemi sjellë në stacionin policor Alfa Prizren, ku në konsultim me prokurorin i njëjti dërgohet për vujtje dënimit 1 vjet e 25 ditë.